Parlamenti u përfshi në debate mes majorancës dhe opozitës për çështjen e zvendës kryeministres Belinda Balluku dhe kërkesën e prokurorisë posaçme për imunitetin e saj. Opozita kërkoi që parlamenti sa më parë të votojë pro kërkesës Pakut për arrestimin e numrit 2 të qeverisë Balluku, ndërkohë që akuzoi Partinë Socialiste se po ndërhyn në kodin e procedurës penale vetëm për të mbrojtur kryeministrin Edi Rama. Sot mbar shqiptarët dhe komunitet ndërkombëtar pret nga ky parlament heqjen me urgjencë të imunitetit të Edi Ramës, në fakt, por në letra të Lubi Ballukut. Nga ana e saj, Partia Socialiste deklaroi se Këshilli i Mandateve për këtë çështje do të mblidhet të hënën, pas sqaruar nëse Partia Socialiste do të votojë pro apo kundër kërkesës së Pakut. Sa i përket një kërkese për dhënie autorizimi, jeni njoftuar, sikur se jam njoftuar edhe unë, në datën 23 ora 10:00 për të vijuar me mbledhjen. Debatet për çështjen Balluku dominuan edhe diskutimin për ligjin e ri për shërbimin e jashtëm. Ministria e Jashtme Elisa Spiropali mbrojti draftin si një ligj që ndryshon kulturën e përfaqësimit të Shqipërisë në botë. Por sipas opozitës, imazhi i Shqipërisë në botë sot e dëmton mbrojtja që majoranca po i bën numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku, e cila është në hetim nga Spaku. Se problemi vetëm që ka sot shërbimi i jashtëm është që ambasadorët nuk kanë marrë notën kaluese të Elisës. Ky është shqetësimi që ka sot politika jashtme. Nuk është ky shqetësimi, dhe ju, zonja ministre, e dini po aq mirë se sa unë. Doni ta nderoni Shqipërinë në arenën ndërkombëtare, mos u bëni mbrojtje e korrupsionit, mos bashkëpunoni dhe mbroni krimin e organizuar. Nuk presim leksione nga një parti politike e cila burojë ndaj korrupsionit, nuk e ka mbi kokë, po e ka kryetar. Dakord? Dhe t'jeni të sigurt që nuk ka asnjë çështje të brendshme, asnjë problematik këtu dhe asnjë çështje tjetër që mund të marrë peng procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tonë Këshilli i Mandateve do të shqyrtojë kërkesën e Spakut për arrestimin e Belinda Ballukut e në 5 mars, kjo kërkesë do të jetë në seancë plenare, por deri më tani mbetet e paqartë se si do të votojnë deputetët e Partisë Socialiste, pro apo kundër kërkesës së prokurorisë së posaçme për imunitetin e Belinda Ballukut.